Shqipëria vendi I parë në rajon I emigracionit. Po, pra Shqipëria kryeson në të gjithë rajonin për sa I përket emigracionit. Jo Kosova, jo Maqedonia, jo Malizi, jo vendet e tjera që janë përreth, por Shqipëria kryeson. Këto janë të dhënat të Eurostatit, nuk I kam shpikur unë, dhe doja që ta diskutoja me ju, sepse është alarmante, për shumë gjëra. Do ta dëgjoni tani sepse doja që ta diskutoja për të vetmen arsye. Si është e mundur që Shqipëria në vend që të ketë popullat më shumë, pra të popullohet, por është reduktuar gjithmonë më shumë. Kisha bërë një emision para ca kohësh ku thoshe që për fat keq në vitin 2070 nuk do mbetet asnjë shqiptar. Do ju them se pse e mendova kështu. Unë edhe për të sensibilizuar mendjen e të tjerëve, por ndërkohësisht edhe ndoshta të organeve. Mirë po, nuk e çan kokën njëri dhe doja që ta diskutonim së bashku sepse ky argument prek secilin prej nesh. Në datën 18 dhjetor të vitit 1990 u vendos emigracioni si dita e emigracionit ndërkombëtar. Por duhet të dini që para shumë vitesh, pra ishte përgatitur që të bëj ajo datë e caktuar, pra në dhjetor të vitit 1990, në 18, pra si sot, të bëhesh dita e emigracionit, pra si ditë e emigracionit të kujtoj. Por çuditërisht, pikërisht në vitin 1990, u dha urdhër që Shqipëria të hapte dyert, dhe kështu u bë. Sepse në 2 korrik të vitit 1990 u hapën ambasadat. Pastaj eksaktësisht, du filluar nga dhjetori, filluan që të gjithë shqiptarët që të iknin jashtë për të hapeshin kufijt. Por pyetja ime është, si është e mundur që vazhdohet ende sot në trojet shqiptare që të ikin njerëzit. Shiko, sipas Eurostatit, e gjeni këtë, janë informacione që gjeni gjithandej, Eurostati tregon që sot, viti 2025, në Shqipëri ekzistojnë 2.363.000 banor parafërsisht. Dhe është ulja më e madhe në përqindje në të gjithë rajonin, 1.2%. Vetëm në një vit, pra duke filluar në vitin 2024 deri sot, kanë ikur rreth 27.000 shqiptar. Dhe nga një statistike kryer nga Eurostati, 44% të banorëve, pra të shqiptarëve në Shqipëri, në trojen e Shqipërisë, dëshirojnë që të ikin jashtë, sepse pse kjo? Unë doja t'ju pyesja edhe pse? Pse duhet të ndodh kjo? Kush janë problemet që bën që shqiptarët të ikin? A nuk tham që ne duhet bënim ç'është e mundur që të ndihmonim Shqipërinë dhe shqiptarët që të esin përpara? Dhe tjetra, ka një problem të madh edhe të fertilitetit. Siç e mbani mend, kam bërë një emision ku flisja seriozisht për një problem që ishte shfaqur para disa viteve, që nga vitet 90. Dhe kisha bërë një emision ku tregoja se mielli dhe produktet ushqimore vinin nga një vend pranë Shqipërisë, të cilët sipas gjasave i përpunonin derisa i çonin në Shqipëri. Tani këto ishin teori dhe nuk ishim fakte, por fakti është sot që në Shqipëri ka 1.2%, pra 1.2 fëmijë. Në një familje i bie 1.2, një fëmijë e gjysmë, pra një familje, sepse ka mungesë fertiliteti, pra nuk bëjnë më fëmijë. Dhe nuk është vetëm problemi ushqimor këtu. Këtu ka disa njësër problemesh, por ushqimi është kryesori. Dhe në një situatë të tillë, si është e mundur që vetë qeveria, vetë pushteti, vetë njerëzit që drejtojnë, pra zyrat e përshtatshme, të mos të alarmojnë? Pse? Kur vetë ata prek. Unë jam i bindur që secili prej tyre nuk e ka kuptuar akoma rëndësinë e këtyre informacioneve. Pra problemin e këtyre të dhënave që sot dalin haptazi, kur unë e kisha thënë para 10 viteve, 12 viteve. E i kisha thënë të paralajmëruar në një formë, le themi, alegorike, pra duke treguar si një ide, si një mendim, ose si një diskutim alternativ. Por askush nuk e kishte menduar që ky mund të ishte një problem madhor. Dhe ne sot po hasim në këtë problem. Pra, në qoftë se ne, që nga viti 2010-2011, kur unë fillova emisionin Enigma, deri sot ne kemi një ulje të përqindjes së madhe, jo vetëm të
emigracionit, pra ullje të popullit që ikën jashtë, do thosha, nuk ka ullje, por ka rritje të madhe, sepse nëse ishim 3.200.000, ne sot jemi 2 milion, pra në troje shqiptare ndodhen 2.363.000. Dhe si pas të dhënave, shikoni të dhëna, se unë nuk është se shpika gjë, janë të dhëna këto. Dhe sot ne hasim në një problem që përveç emigracionit, pra që është rritur, dhe përqindja në vend është ullur e fertilitetit, përveç këtyre edhe probleme të tjera, që disa prej tyre dhe nuk mund të thuhen, por probleme të tjera që rëndojnë gjithmonë më shumë në popullatën e trojve shqiptare. Dhe ka qenë ky shkaku që unë bëra një përmbledhje të një video ku tregoja që shqiptari i fundit, kur do të jetë shqiptari i fundit. Unë e kisha bërë për vitin 2100, po unë mendoj që do jetë shumë më përpara. Sepse të huajt që vinë dhe jetojnë në Shqipëri, duke qenë një vend që u jep unë i ndihmon të huajt, që të blejnë toka, të blejnë trua dhe të blejnë çdo gjë, kjo do ta rëndoj akoma më shumë Shqipërinë dhe shqiptarët, sepse duke ardhur ata nga jashtë, do e shpërbëjnë Shqipërinë dhe shqiptarët, sepse normal, ai do blej toka dhe njëkohësisht do bëj dhe fëmijë etj, dhe i kanë ata kryesisht janë familje të gatshme, pra janë të huaj, të gjithë, dhe fëmijët i bëjnë nëpërmjet tyre. Do jetë shumë pak pastaj që do mishelohet, do bëhet një mix me shqiptarët. Ata që vinë të huajt, janë pak ata që martohen me të huaj, pra shqiptar. E megjithatë, me kalimin e kohës, kjo do bëj që shqiptarët e vërtet do mbeten shumë pak, dhe ata që të huajt i do vinë, do rritet numri. Dhe ndërkohë, shqiptarët, duke mos patur ndihma sociale, kulturore, apo ekonomike, kjo do bëj që shumë nga njerëzit, nga të rinj do ikin. Në fakt, unë lexova tek Eurostati që nga mosha 15 deri në 29 vjeç janë ata kryesorët që ikin. Është çmenduri ta mendosh këtë. Çmenduri. Kështu që si mendoni ju, kush është problemi, sepse ndaj doja ta diskutoja me ju. Kush është problemi? Ku, siç ju thash, në rajon kjo gjë mund të ndodhte për shembull që përqindja më e lartë duhet ishte në Kosovë apo në Maqedoni. Unë nuk dua që të jetë për askënd nga këta, por duke patur probleme më të forta, që dikush mendon që ka probleme më të forta Kosova, Maqedonia apo Malizi, jo. Atje ka rritje të popullatës, të vendasve, dhe ulje të emigracionit, kurse në Shqipëri është anasjeltas, rritje të emigracionit dhe ulja e popullatës në fertilitet. Pra, është vendi i parë në rajon. Vendi i parë. 1.2 i ngritjes, pra për sa i përket i fertilitet që është shumë, dhe tjetra për sa i përket emigracionit. Kështu që ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja, le ta diskutojmë, ndoshta këto komentet tona dhe këtë video shikon dikush kompetent që janë të kësaj fushe, dhe ndoshta mund të marrin masa që të rregullohen disa parametra. Mendoj unë. Pres komentet tuaja. Shpresoj mirë. Ju përqafoj. Ditë mbarë.